Muzicienti Dino Murtezani u largua nga Maqedonia Perëndimore nga fundi viteve 80 dhe erdhi në Sloveni duke sjellur me vete pasurinë muzikore të fshatit Pirok pranë Tetovës. Në Sloveni, pasioni i tij ndaj muzikës u ndal për një periudhë 15 vjeçare për t'u ringjallur përsëri, me ndihmën e miqve në Sloveni. Më dhanë për dhurat gjithashtu një mandolinë edhe ajo e vullosi fatin tim në rrugën e muzikës këtu në Sloveni. Pastaj u bashkangjit shoqatës Cine Rozhanc, pre nga doli grupi Katania. Mentorja që na udhëheqte Maja Vujović, Bleti Kavala nga Beogradi edhe une u vendosa ta studioj edhe kavalin, atë dëshirën si fëmijë që e kisha. Dino bashkëpunon me muzicientët të cilët i takon edhe në hostelin Celica. Ky vend shquhet për nga koncertet me World Music dhe Jam Session. Këtu i takoj edhe kitaristët nga duarit mia, Shemsudin Dino Gjopën, që vjen nga Bosna, dhe Tilen Stepishniku nga Ljubljana. Së bashku thurën një miqësi të mirë dhe komponime të bukura. Mes tyre është edhe vepra e Murtezanit, dallëndyshet vallëzojnë që adhurojnë të gjithë, nga Zvicra, Gjermania deri te Italia e Kroacia. Kitaristët e talentuar shpesh kërkojnë frymëzim të muzika shqipe, gjë që dëgjohet edhe në CD-n e tyre Rruga. Muzika shqipe, si ajo ballkanike, ofron lloj-llojshmëri të ritmeve. Fati desh ta dëgjojnë suiten Balkan Dreams të kitaristit amerikan Tim Sparks, ku dëgjuan edhe një këngë shqipe të cilës i dha një frymë të re. In tam sva tudi našla eno albansko skladbo Mera Kanti Ubana, ki sva je potem aranžirala na svoj način in dodala v najin repertoar. Të tre muzicientët që sot veprojnë në Sloveni e pasurojnë repertuarin e tyre me këngë shqipe, duke na dëshmuar se muzika e mirë i takon të gjithëve.